Shtëpia ishte e qetë, aq qetë sa dukej sikur edhe muret po flinin. Dritaret e mëdha mbanin ende gjurmët e mjegullës së natës, dhe vetëm një fije drite depërtonte ngadalë nga horizonti I largët. Ora nuk kishte gdhirë mirë, në çdo kënd të shtëpisë dëgjohej frymëmarrja e qetë e gjumit, por papritur, në qendër të sallonit filloi të ndizet një dritë e butë, e cila lindi nga sistemi I muzikës që u aktivizua si me magji. Tingujt ishin të lehtë, melodik, të tillë që sikur të thoshin: "Zgjohu me qetësi, zgjohu me bukuri." Në mes të dhomës u shfaq Dolce, ajo dukej sikur sapo kishte dalë nga një ëndër, me flokët e gjatë të lëshuar që binin mbi shpatulla. Dhe me një veshje mëngjesi plot finesë, e thjeshtë, por jashtëzakonisht elegante. Një shall I hollë, I gjatë, I tejdukshëm, valvitej me çdo hap të saj si një re e vogël për plot dritë. Dolce nuk hyri thjesht në dhomë, ajo rëshiti, si të ishte bërë vetë tingull muzike. Lëvizjet e saj nisën të formonin një koreografi të paplanifikuar, të lindur nga brendësia e saj, si një shpërthim natyral gëzimi dhe energjie. Ishte vallëzimi I një njeriu që nuk ka nevojë për skenë, për audiencë, as për duar trokitje, ajo thjesht kishte nevojë të shprehej. Shalli I shkëlqente në dritën e mëngjesit dhe krijonte rreze që përhapej nëpër dhomë. Ndërsa ajo rrotulloi lehtë, drita kapte secilën lëvizje të saj dhe e kthente në diçka magjike, pothuajse të pareale. Ishin hapat e saj të parë që zgjuan shtëpinë. Së pari, u dëgjua trokitja e lehtë e derës së korridorit. Aron, gjysmë I përgjumur, me flokët e ngritur nga gjumi, nxori kokën jashtë dhomës. "Ç'po ndodh?" Mërmëriti ai, me zë të ngjyrur, por sapo pa Dolcen, ai u ndal. Nuk mund të bënte asnjë koment. Thjesht u mbështet te dera, I hutuar nga ajo pamje. Pas tij, u shfaqen të tjerët, Mira, duke mbajtur një filxhan të zbrazët kafeje, pa kuptuar nëse ishte duke parë ëndër. Lisi, që fërkonte syt pa pushim, sikur të mos I besonte çfarë shite. Aria, e cila mbeti e shtangur pa. Në dhomë mbizotëron një heshtje e rënë. Toni qëndron përballë Benitës, me sytë e ulur, ndërsa ajo merr frymë thellë, e mbushur me zhgënjim dhe mllef të grumbulluar prej kohësh. "Benita, Toni. Dëgjo mirë çfarë do të them se nuk do ta përsëris më. Ti je një mashkull I dobët. I dobët deri në palc. Jo vetëm në përballje, jo vetëm në karakter, por në çdo gjë." Toni ngrit syt me hutim, sikur s'po e beson çfarë po dëgjon. "Toni, Benita. Çfarë po flet kështu?" "Benita, po flas me të vërtetën, gjën e fundit që ti ke ditur ndonjëherë të thuash. Ti je gënjeshtar, Toni. Një gënjeshtar I lindur. Më ke dhënë fjalë që nuk vlejtën asgjë. Më ke premtuar ndjenja që nuk ekzistonin. Dhe e di pse? Sepse ti s'më ke dashur kurrë. Asnjë ditë të vetme." Ajo e thot këtë me një zë që dridhet midis zemërimit dhe lëndimit. Toni hap gojën të përgjigjet, por pikërisht në atë moment ndërhyn ai djali tjetër, Klodi, I cili derdh në ajër edhe më shumë të vërteta të hidhura. "Klodi, e po, Toni. Ndoshta është koha të dëgjosh edhe ti pak realitet. Ashtu siç e dëgjuam ne." Toni rudh vetullat. "Toni, çfarë realiteti?" "Klodi, ai që për ty ka qenë lojë gjithçka. Se ndërkohë që pretendoje se e doje Benitën, ajo e dinte shumë mirë që ti po jetoje një gënjeshtër të përhershme. Po I thoshe fjalë asaj. Por I thoshe po të njëjtat fjalë edhe mua." Toni hap syt I tronditur. "Toni, ç'a po thua ore? Ti je I çmendur." Por Klodi vazhdon I qetë, me një buzëqeshje të hidhur që e përplas si shuplak në mes të dhomës. "Klodi, mos bëj të paditurin. Benita e di shumë mirë. Dhe unë e di shumë mirë. Ti I doje të dyja anët, atë dhe mua. Në të njëjtën kohë. I luaje si të doje vetë, gjoja I pastër, gjoja I sinqert. Ndërkohë që ishe duke mashtruar të gjithë." Benita shtrëngon grushtat, e thellon frymëmarrjen, dhe një pikë loti I grumbullohet në sy, por nuk I lejon të bjerë. "Benita, e dëgjove tani? Nuk kam qenë unë e çmendura. Nuk kam qenë unë ajo që e teproja. Ti ishe ai që më mbajte pezull. Ti ishe ai që." Ishte një mbrëmje e zakonshme në sallonin e shtëpisë, por tensioni kishte nisur të ndiej në ajër që nga mesdita. Alba dhe Benita kishin filluar një debat të mprehtë, një grindje që u zhvillua fillimisht me fjalë, por që me kalimin e kohës u ndez aq shumë sa të gjithë banorët e shtëpisë e ndjen tensionin e saj. Në një moment kulmor, kur emocionet e nxehta nuk po mund të mbaheshin më, Alba u kthye papritur dhe e tërhoqi Benitën për flokësh. Tingulli I tërheqjes dhe thirrjet e tyre mbushën sallonin, duke tronditur qetësinë e mbrëmjes.
Banorët e tjerë, të habitur dhe të shqetësuar, u përpoqën t'i ndajnë në mënyrë të veçantë, duke u përpjekur të mos lejonin që situata të shpërthente më tej. Secili banor qëndronte me zemër të rrahur, duke matur çdo hap që merrte, ndërsa tensioni vazhdonte të rritej. Ndërkohë, Dolce, që kishte vënë re eskalimin e konfliktit, u hodh në mes për të ndërhyrë. Me trupin e saj si barrierë, ajo përpiqej të krijonte hapësirë dhe të qetësonte situatën, duke folur me zë të qetë dhe vendimtar. Mjaft. Duhet të ndalojmë këtu. Megjithatë, emocionet e Alba dhe Benitës ishin kaq të forta sa që as ndërhyrja e Dolce nuk dukej se po funksiononte menjëherë. Në këtë çast të tensionuar, Benita përmendi limin, një detaj që në dukje mund të dukej i çuditshëm për të tjerët, por që për të kishte një kuptim të veçantë. Mund të ishte një aluzion për një situatë të mëparshme, një metaforë e vogël që nxiste emocionet e saj, ose një përpjekje për të thënë diçka që e ndihmonte të përballonte tensionin. Për të gjithë të tjerët, fjala tingëllonte e çuditshme, por për momentin ishte pjesë e shpërthimit emocional që mbushte sallonin. Gjatë gjithë kësaj kohe, salloni ishte një rrëmujë e vogël njerëzish që përpiqeshin të qetësonin njëra tjetrën, të shihnin se kush mund të ndihmonte dhe kush thjesht po qëndronte në vend, duke vëzhguar ngjarjen. Frymëmarrjet e shpejta, tingujt e tërheqjes së flokëve dhe zërat e shpërthyera krijonin një atmosferë dramatike që dukej se